Ka që moram këtu? Na erdhi porosia e Temos. Se kam hapur. Po e hap me ju. E shikojmë, këtë është një fustan. Një gurkali, po që me ngjyrën që ishte aty te foto. Një gjë për plazh. Shorts edhe kështu si mish. Po janë të tripotuara si me thurje. Kjo që ka lezetshme. Kam një palë si këto, po pak ka shumë bura se këto janë si me aplikacion sipër, ndërsa ato që kam unë janë thjesht metalike, që kanë të lezetshme. Më marr një kas telefoni. Që nuk ka lidhje me ato që ishte te fara, ajo ishte e qëndisur, si e qëndisur, ndërsa kjo është thjesht një printim. Kështu që kjo ishte një zhvillim. Nëse s'do thotë që unë s'do ta përdor, po gjithsesi nuk ka lidhje me foton. Ky është një fustan tjetër, veror. Kjo që ka lezetshëm. Duhet më pa gjatësinë tani kur e kam veshur, po kështu që ka cute. Materiali është si lino. Kjo është për palestër. Është nga ato bluzat që si balerina që janë me atë të lidhurën. Kjo që ka mirë, për që ka dhe materialisht. Kam marrë këto, imitimi Alajas. Duket Erknes. Që e lezetshme. Si ato vathët. Kam marrë dhe një bili që është po me këto yllat e detit. Edhe këto i kam fix si vathët që kjo të regoja kjo shumë. Për që i kam. Është kjo. Nuk të kam porositur këtu. Robët e banjos, këto i kisha me qeft matë, se janë robët e banjos të para që vlej për këtë sezon. Edhe nga foto duke shumë të lezetshme. Me këtë bëqelen edhe kështu me dy ripa. Materiali që ka okej, do t'i provoj, t'i shikoj se si më rrinë. Kam marrë dhe kështu make-upet për këmbët, a që nuk kemi vajtur në plazh, tash do më duhet mora një të errët edhe një natyral, tash ta kemi herë. Kjo është shumë interesante. Se është nga këto që mban vitaminat edhe suplementet, i mbash në një vend pra ato ditore, që vide ngjyra është që kombinim i lezetshëm që është, ka dhe këtë si mbajtëse që mund ta vesh te çanta për të mos harruar të marrësh suplementet me vete. Kjo është nga këto që kur të del boja e bën kështu si me krër edhe ta provoj të këtë. Kemi një peshqir për plazh, që dashka hapshur se që ka me vapun.